Ky vit shënon për vjetorin e 70 të konferencës historike të Mesinës dhe Taorminës, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të rrugëtimit evropian, ku u hodhën hapa thelbësor drejt integrimit të mëtejshëm të kontinentit, që kulmuan me krijimin e Bashkimit Evropian. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani mori pjesë në ministerialin organizuar në kuadër të këtij përvjetori, ku bashkë me homolog nga vende të tjera dhe kandidate për Bashkimin Evropian, diskutoi rreth trajektorës së Bashkimit Evropian si dhe sfidave dhe perspektivave në një kontekst të ri gjeopolitik. Në fjalën e tij Hasani nënvizoi se kjo datë nuk duhet vetëm rikujtuar, por duhet rigjallëruar me ambicien e saj. Uroj që ky përvjetor i 70 të jetë më shumë se sa një përkujtim, duhet të jetë një thirrje për guxim. Duhet të na kujtojë se Bashkimi Evropian nuk ka përfunduar, është ende duke u formuar, dhe se zgjerimi nuk është një barr, është një premtim për paqe, për dinjitet, për një kontinent që refuzon të ndahet midis qendrave dhe periferive, midis antarëve të kaluar dhe atyre të ardhshëm, se zgjerimi nuk është një proces administrativ, por një zgjedhje strategjike për paqe, dhe se Evropa nuk mund të jetë plot pa Ballkanin Perëndimor, është shprehur Hasani, i cili është ndalur dhe tek rrugtimi i Shqipërisë drejt familjes evropiane. Për ne, rruga drejt Evropës nuk është një çështje komoditeti, është një thirrje kombëtare e rrënjosur në besimin se vendi ynë, nga historia, gjeografia dhe vlerat, është brenda familjes evropiane. Kemi bërë hapa të rëndësishëm përpara, duke hapur 4 grup kapituj për negociata, ndërsa presim brenda vitit të hapim dhe 2 të tjerat. Objektivi është i qartë, mbyllja e negociatave brenda 2027-s dhe antarësimi në Bashkimin Evropian deri në fund të dekadës. Angazhimi i Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian është i palëkundur, por edhe angazhimi i Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit Perëndimor duhet të jetë gjithashtu i besueshëm, ka thënë ministri Hasani. Konferenca e Mesinës dhe Taorminës në vitin 1955 u bë gur themeli për krijimin e traktateve të Romës dhe më pas të vetë Bashkimit Evropian. Në këtë 70 vjetor, kjo konferencë përfaqësoi një moment kyç për të vlerësuar të kaluarën dhe për të ndërtuar një të ardhme të përbashkët evropiane.